Përshëndetje, mirë se vini në Living Day. Për çfarë do të flasim sot? Sot do të flasim për një personalitet të letrave shqipe dhe është hera e parë që një personalitet i letrave shqipe që nuk vjen nga showbiz ka krijuar fansa më shumë se personazhe që janë prodhimi i botës së show dhe i mediave sociale. Edhe vetë publiku po jeton mes çudisë dhe dashurisë. Moza aty po jep leksione për jetën, për dashurinë dhe për ekzistencën. Ajo është kthyer në një lloj mentore publikut, i cili nga ana e tij mezi pret se çfarë mendon ajo për çështje të ndryshme. Poetja dhe shkrimtarja, që ka qenë pjesë e kulturës shqiptare që prej viteve 80, ka thyer rjetin me çdo batut që ka thënë. Ne sot do të flasim për atë që Moza na mëson. Pse e deshëm ne menjëherë Mozën? Çfarë i mungon publikut shqiptar? Kam kënaqësinë të ftoj në studio Rovena Rozhani, gazetare. Mirë se vjen, kënaqësi të mirëpres. Flasim për Mimoza Ahmetin, prezenca e saj në Ferma VIP, me një fjalë. Me një fjalë? Përmbysja e gjithçka që është në televizion. Më pëlqen shumë. Të ftoj të ratohesh dhe mirëpres skenaristin Coloreto Cukali. Mirë se vjen në Living Day, për editorialin të komplimentoj pa mas, më pëlqeu veçanërisht. Faleminderit. Mirë se vjen, shumë kënaqësi. Prezenca e Mimoza Ahmetit në Ferma VIP, me një fjalë? Më në fund. Më në fund. Më në fund, vërtet. Të ftoj të ratohesh, na bashkohet Soela Zani, fotografe e cila 19 vite më parë ka kaluar 24 orë me Mimoza Ahmetin për t'i bërë një editorial të kompletuar. Prezenca e saj në Ferma VIP, me një fjalë? Me dy fjalë. Mbreslënse dhe unike. Mbreslënse, vërtet, për shumë arsyet e cilat do t'i diskutojmë sot. Çfarë po ndodh? Pse publiku e deshi kaq shumë Mimoza Ahmetin? Duket sikur braktisi dhe personazhet të cilët kanë qindra mira ndjekës dhe janë prodhim i botës showbizit, dhe të gjithë mezi presin të dëgjojnë se çfarë bën dhe çfarë mendon dhe çfarë thot Moza Ahmeti. Po ti e thua vetë, e the në hyrjet e emisionit, e thua dhe tani. Nuk mund të krahasosh televizionin potencialin me pjesën e kulturës dhe letërsisë. Janë dy gjëra krejt ndryshme. Edhe për kanë qenë gjithmonë. Pse? Kanë qenë gjithmonë. Atëherë, ka një shprehje që thotë që televizioni ta ha. Nuk të ha e të konsumon në një mënyrë. Të konsumon imazhin, të konsumon fjalorin, dhe gjitha fjalorin, të konsumon këndvështrimet e ndryshme. Dhe gjithmonë këshillohet për njerëz që rrinë vazhdimisht në televizione, që kanë emisione gjata, sezone gjata, duhet të kenë pushime gjata, duhet të bëjmë pauzë nga ekrani. Që të pasurohen. Absolutisht, do duhet lexojnë vazhdimisht libra, do duhet gjejnë momentet e tyre të relaksit, do duhet gjejnë gjithçka në mënyrë që të rimarrin energji dhe gjithçka që kanë humbur gjatë televizionit. Është më se e natyrshme. Ti trajton një temë, le të themi që është unike apo ku diun është emergjencë dhe do ta trajtosh për 4-5 ditë me radhë dhe rri pothuajse në të njëjtin fjalor. Kështu që televizioni është konsumi i përgjithshëm, kultura mbetet më elitare. Normalisht që do të jetë një disproporcion ose do të jenë pra në nivele të ndryshme, edhe për faktin shumë të thjeshtë. Konsumojmë rrjetet sociale. Shoqëria e sotme është një konsum fast food, i informacionit fast food, shpeshherë i përzier me informacion të rrem, apo jo, i përzier me opinione ku gjithë flasin, gjithë gjykojnë, edhe këtë pjesë tona kur dalin aty rrjetet sociale, do dalin kështu të shkëputura, do fillojnë do thonë të gjithë nga të gjitha gjërat e mundshme që mund të thonë secili sipas këndvështrimit vet kompletisht shkëputur nga konteksti. Njerëzit janë mbjerë, shumica është konsumatore e rrjeteve sociale dhe televizionit, duke qenë konsumator, vetëm humbet në Jam dakord, pra, në këtë kuptim kultura e saj është elitare, por kultura e saj po popularizohet në mënyrë shumë të shpejtë. Po kontrasti bëhet më i fuqishëm pikërisht sepse ke një figurë elitare dhe ndërkohë këtu ke figurat e cilat janë bjerë në vetvete, jo se nuk kanë vlerat e tyre, se nuk duhet paragjykoj askënd. Patjetër. Por bien. Dhe pyetja ime nuk është qëllim domosdo krahasues me personazhet e tjera që janë aty. Sa më njëra të jetë më lart e tjetra më poshtë, kontrasti është akoma dhe më i fuqishëm. Dhe pse duhet tani? Po duhet tani sepse ka njerëz të cilët janë të lodhur dhe nga kjo rutina, nga kjo përditshmëria, nga të menduarit e strategjisë, të lojës, të reagimit, e të gjithë gjërave të tjera, dhe më në fund gjeni një njerëz që
flet ndryshe, sillet ndryshe, është krejt ndryshe nga ajo që kam parë gjithmonë. Nëse ti ke 3 prezantues në emision dhe fut një prezantues të ri, ti je bindur që gjithë publiku të ri tek i riu do t'i ketë syt. Pastaj ajo do zhgënjet apo nuk do zhgënjet është çështje tjetër. Kështu që unë them shqyqyr që reaguan, se mund edhe të mos kishin reaguar, mund edhe ta kishin konsideruar. Ajo e tha që në spektaklin e parë, pra unë ndjeva e kuptuar, më pas kanë kuptuar dhe kjo ishte lumëtoria e saj me madhe që unë ndje e kuptuar shkrimtarët dhe poetët në megjithatë muza këtu ka qenë Coloretto apo jo, ka qenë në intervista të ndryshme, ka qenë me poezitë e saj, ka qenë me veprat e saj, po ka qenë edhe në bisedat të ndryshme televizive dhe nuk është ndjerë kështu e kuptuar. Ky fenomeni mozës, fakt nuk është i mozës, është i Joni. Pra fenomeni është reagimi publikut, nuk është prezenca një shkrimtare në televizion. Gjë që unë vrej në fakt është, nuk besoj që ka të bëjë shumë me kulturën, ka bëjë me të faktin që ne kemi krijuar një televizion fasad për shumë kohësh, gradualisht. Pra ne kemi një degradim të televizionit të vazhdueshëm. Për atë konsumizmin që po flitet dhe Rovena më herët. Konsumizmi është edhe në vende të tjera. Pra zhvillimi teknologjik dhe konsumizmi është fenomen global. Por do habite Italia në qoftë se një Moza Meti futet një reality show? Jo, sepse Italia prodhon pafund programe të tjera, ku personazheve si Moza u jepet mundësia të shprehen dhe të kenë kontakt. Janë aty në platforma, në mënyrë të vazhdueshme. Ndërkohë që ne kemi krijuar një kulturë, kemi krijuar një kulturë televizive të boshllëkut dhe të gjasmes. Pra gjithçka që na ofrojnë janë njerëz me gjasme, që vënë vetëm fasada, krijojnë vetëm fasada. Dhe ne mendojmë që po krijojmë diçka të bukur dhe publikut i pëlqen dhe klikohet etj. Dhe kur nuk është kuptuar arsyeja pse publiku i klikon, dhe kur nuk është kuptuar çfarë do në të vërtetë publiku. Pra gjithta që mendojnë që e kuptojnë se si bëhet televizioni, nuk e kanë kuptuar në të vërtetë. Pra ky rast po tregon që publiku dashka një personazh të vërtetë që nuk shtiret. Dhe ky është thelbi i Mozës gjithë jetën. Pra ajo është një personazh që nuk shtiret. Dhe se kjo ka shumë rëndësi shoqëria e shtirjes. Që fillon, por ajo këtu ka qenë, pra ka qenë në studio televizive dhe ka qenë gjithmonë kështu, nuk është shtirur, ka qenë Moza e drejt për drejt me mendimet e saj të thella. Pra Moza nuk ka ndryshuar, por në këtë moment duket sikur publiku ka ndryshuar. Ka qenë në studio televizive, tash nuk e mbaj mend kur herën e fundit, por nuk ka qenë në programe që t'japin ose nuk ka qenë në një vend që të ketë pra një platformë të madhe që të lidhet me shumë njerëz njëkohësisht. Ka qenë thuajse në të gjithë programet televizive, të gjitha kanaleve televizive, në talk show, në panele televizive, si personazh gjithashtu, nuk ka patur këtë impakt Moza. Me rastin e Italisë. Ajo është e njëjta. Ajo ka qenë gjithmonë aty. Edhe vëmendja publiku ndaj këtyre programeve duhet parë se cila ka qenë. Jo, unë jam dakord me Coloretto në pjesën e Italisë, domethënë e them shumë thjesht se për shembull Italia ju jep ose vendet e tjera ju japin kohën e dur televizive dhe në emisione të dura japin gjithë vëmendjen. Dhe po të marrësh nuk mbaj mend këtë pasur në një poet në për reality show që bëhen në vendet e tjera. Nuk kujtoj në një personalitet kulture që të ketë hyrë atje dhe të ketë bërë këtë gjë dhe të mbështes në pjesën që mungon të kjo hapësirë dhe në këtë hapësirë e pam. Ndërsa në pjesën e intervistave që e thua që e përmend Moza mund të dalë shumë pak me ndonjë batut të tipit që pse më fton më ndërpret mua dhe më fton ndërkohë që ke reklame të tjera. Ajo ndoshta është bërë ndër më virale. Po, që është bërë ndër më virale, por nuk përfaqëson ajo. Të gjitha intervistat kanë në fokus letërsinë, kanë në fokus një gjë shumë të ngushtë se sa ky spektakël ku ajo përfshihet, ku ajo duhet ndihet në përditshmëri, kur ajo është në një moshë shumë të madhe se sa tjerët, është, domethënë sillet si nëna e të gjithëve aty në kuptimin që ata janë të rinë, nuk kanë as gjysmën e përvojës së Mozës, nuk kanë as gjysmën e përvojës së një njeriu të prindërve të tyre, le pastaj të Mozës me jetën e vet. Kështu që janë shumë gjëra dhe prandaj mendoj që kjo që e ke me shumë dyshim që ka qenë këtu pse nuk e pam, është pikërisht kjo që e thotë edhe Coloretto, që është në një format tjetër, është në një situatë krejt tjetër, shumë të lirshme dhe e ka ndarë mendjen që është pikërisht e kjo gjë shumë e lirshme, do jetë komplet vetja e vet, që nuk po duket se ka në një duke shijuar atë gjë, duket që po shijon të qenurit. Po bën një gjë që nuk e ka bërë asnjëherë. Dhe duket pavarësisht se është më e madhja, ndoshta në moshë, duket shumë e re, duket
Ka një energji të jashtëzakonshme. Kur e kam parë duke kërcyer, sepse ashtu është. Kur e kam takuar, në fakt ato fotot që juve keni parë janë vërtet para 19 viteve, po takimi i parë me të ka qenë diku te viti 2001-2002. Dhe nga regjia na ndihmon, do të kemi mundësinë që të shohim sërish këto foto të cilat i ke Këto janë të 2007-ës. Po ky është takimi i dytë, kurse takimi i parë ka qenë për realizimin e një kalendari. Unë sapo kisha filluar punë atëherë, edhe ishte një kalendar letrar, ku kemi takuar mozën për të bërë një fotografi. Kam qenë me një aparat me film në atë kohë, dhe ajo fotografi është bërë në një ditë me shi në verandën e Hotel Tiranës. Dhe ishte një fotografi shumë e çuditshme për mënyrën se si ajo ka qëndruar, pra mua në atë kohë më duket tillë, sepse dhe unë isha fillestare në punën time dhe takova një personazh shumë të çuditshëm në atë kohë si Moza Ahmeti. Më pas ky ishte takimi i dytë i joni dhe rubrika ishte 24 orë nga jeta e një personaliteti. Të themi një reality show, po me fotografi. Edhe ajo tregon ditën e saj, por nëse lexon të shkrimin, dita e saj nuk është njësoj si dita tjetër, pra nuk ishte një ritual korrekt. Rutina, po. Një rutinë, pra, që të ishte pak sa e jashtëzakonshme edhe ky 24 orë i saj. Që atëherë bënte yoga, pra kishte filluar jogën, edhe demonstroi disa momente joge, edhe në mes të rrugës, pa patur komplekse fare nga emocionet, nga gjërat të tilla. Duke pirë një kafe? Po. Pas ka qenë një reality? Po, sigurisht që këto ishin edhe të improvizuar, edhe duke bërë shopping, pra tregohet dhe ajo pjesa e kujdesit për pamjen e jashtme, për veshjen. Megjithatë, ajo qëndron shumë autentike në tërësinë e saj, në gjithçka është ajo, edhe në pamje, edhe në gjithçka. Nuk është që është ndjekse e madhe e modës, ose të ndjeki këto trendet, pra është çdo gjë është origjinale. Për këtë arsye ka tërhequr vëmendjen dhe ndoshta duke bërë dhe krahasimin me, siç e thamë pak më parë, krahasimin me këtë rutinën që jemi mësuar të shikojmë në televizion, pra me silikonin, me shumë gjëra të tjera, me këtë kotësinë e disa personazheve, sigurisht që Moza është totalisht tjetër gjë. Coloretto, një personalitet i viteve 80-90 që pëlqehet shumë sot. Ky është një lajm i mirë? Ky nuk është lajm as pak i mirë. S'është lajm? Sepse do thotë që vitet 2000, 2010 sidomos, nuk kanë prodhuar dot. Pra është lajm i keq. Individ. Pra është lajm i keq për jo për Mozën, por është lajm i keq për Shqipërinë. Pra do thotë që ne akoma mbahemi nga njerëz që janë formuar në vitet 90, që në të vërtetë pavarësisht kontekstit ekonomik të Shqipërisë asaj kohe, në gjykimin tim retrospektiv ka qenë periudha kur janë prodhuar artistët më të mirë, muzika më e mirë, njerëzit më të lirë në mendim. Ishim më të varfër, po ishim më të sinqert në qasjen tonë drejt dijes, drejt botës, drejt lumturisë, drejt miqësisë, drejt çdo gjëje. Edhe drejt artit. Ishim më të paditur, se kishim lexuar pak, por ishim shumë sinqert në mënyrën se si bëj art, dhe sidomos më të lirë. Pra, ishte një liri e bruto, e sapo gjetur, e papërpunuar, e parafinuar, dhe kanalizoi shumë mirë nuk ka qenë vetëm Moza, ka pas shumë artistë të mirë në atë periudhë, pra, që kanë dalë vitet 90. Dhe ti shkon sot dhe dëgjon akoma nëpër pabe muzikën e viteve 90. Dhe nuk ngelet asgjë nga 2010-at, nga 2020-at, sepse do thosh që Shqipëria në gjykimin tim mbas 2010-s e këtej nuk ka arritur të prodhojë dot më liri për artistë, për 100 arsye, edhe për shkak të bjerrjes njerëzore. Pra njerëzit që mund t'japin tonin Shqipërisë, konsumatorët, pra publiku konsumues, cilësor, ka ikur, nuk rrit presim në Shqipëri, ikën dhe shijon jetën dhe ndërton jetën jashtë, ku shijon mbledh frute artistike jashtë, edhe televizive, jo vetëm, nuk po them që njerëzit jashtë shkojnë nëpër muzera gjithkohon. Dhe këtu ka ngelur njerëz me mundësi të tjera, me dëshira të tjera, pra shkojnë bashkë të gjëra. Ti nuk prodhon dot nëse nuk ke një ambient ku arti jo të mbi, pa folur për kushtet ekonomike, etj.
Kështu që nuk po prodhojmë dot. Unë i bie një qafë që shkemi atë punë, se nuk është faji tyre, po duhet majmë përgjegjësinë e vetë që mund të nxjerrin kapacitete. Thua 90-a një brez që adoleshencën e vetë e kishte në diktaturë dhe lirinë e kishte ëndër. Që ti nuk mund të krahasosh brezin e 90-s. Ka patur artist ndodhë që ato këngë këndojnë edhe brezat e rinj sot. Dakor, por nuk mundesh asnjëherë të krahasosh potencialin e një njeriu të shtypur. Pra po flasim 80-90, kinematografi, në të gjitha. Skenarist, shkrimtar, pra në të gjitha disiplinat. Në të gjitha disiplinat, një njeri që ka qenë i shtypur, sidomos në adoleshencë edhe në rininë e vet, për vite me radhë nuk ka ditur konceptin e lirisë, e të tjera, nuk lexonim dot libra që duhet lexonim, dëgjonim këngët tona e të tjera, do të kishte mundësinë të shpërthente dhe do të kishte dëshirën për të eksploruar dhe për të dhënë maksimumin dhe për ta shijuar lirinë. Problemi me këtë 2010 e këtë është njerëzit e kanë marrë të mirëqen lirinë dhe kanë rënë në gjumë dhe kanë filluar me këtë bjerjen që thot Coloretto. Megjithatë është një fakt që dhe në trendin global, përgjithsisht këngët e atyre viteve 90 ose jemi ne nostalgjik, po për aq sa kam lexuar unë, janë përsëri më të suksesshme se sa këngët e viteve të fundit. Nesër është një temë e gjerë tjetër, po... Është shumë e gjerë tema, është vërtet, por ka një fill të përbashkët mes asaj që ndodh në Shqipëri dhe asaj që ndodh në botë. Jo se Shqipëria është kaq bashkëkohore dhe nuk ka zhvillimin e shteteve tjera, por ka një trend që përgjithsisht muzika e sotme nuk është më, edhe po të dëgjosh edhe bandat e tjera të huaja e tjera, nuk është më ajo që të mbetet krahasuar me 90-ën me atë që është prodhuar në atë kohë. Më thënë, rime ABBA, ti dhe hajde i përmbysi ABBA. Rikthemi sërish te moza dhe rikthemi përmes këtij materiali. Femër, shikoj që je shtrirë, të flijet? Jo, s'është më flijet, po unë gopa, duhet filtrohem edhe duhet të takoj pak vete. Mund të atherim patën. O moza, po si do therësh patën, moj patën e ke shoqe, a e ke shoqe? Po patën bëj e shoqe vetë, moj, po unë pa. Unë thashtë se këtu kishte burra. Burra! Burra ishte veqen? Tash mos borin nga lutë. Si të bashkërdin thoshte gjithmonë në shkleti. Gjallë është që më duhet sigur. Mosës mos i flisi pasarë zhërdi. Ua. Ç'pun kam unë me këto gjëra mi? S'keni njerëz për këto punë? Ja. Ua. Shumë e lodhshme të përkushtohesh dikujt. Dhe sidomos kjo përsëritje gjatë jetës në iluzionin e madh. I vetmi iluzion fakt që kanë ngelur në botë, s'ka tjetër. Vazhdojmë në njeriu me iluzionin e dashurisë. Ora vetura në marsh të parë, në lastin në Qënë ke djallë pa para? Po. Jam shumë interesuar për Bukaresht. Do t'ja tregoj nesër asaj, grosht e ti, ja është i në lari. A e grosht në bet. Kush është babai im? Babai tim apo babai im? Jo, babai tim. E diti kush është? Baballar zakonisht të kife. Jo, po... Tregon që ne duhet ziremi. Po pritëm. Herës tjetër unë do zirem. Po luta më si një pak Doreza boksi. Me bardhi është shumë e bukur, pse nxjerr? Dua të nxjerr. Si bëhet cigaret? Këto ishin momente gazmore, pak nga të shumtat brenda fermës, por ajo ka thënë edhe shumë gjëra të tjera për të cilat na ka bërë të mendohemi dhe të mendohemi gjatë. Çfarë i mësoi Moza Ahmeti publikut? Nuk isha shumë 100% gazmore, a? Dakor, po. Janë të gjitha... Ju referova disa thënieve të cilat... Po, janë qeshim edhe këtu thënie që ftohtonin vërtet në një mendim të thellë për dashurinë, për jetën. Po, sigurisht. Megjithatë, ajo që
ndoshta në mënyrë të përmbledhur ne mund të themi çfarë i mësoi Moza publikut shqiptar? I mësoj lirshmërinë, i mësoj standardin, i mësoj kulturën, i mësoj fjalorin, i mësoj këndvështrimet, i mësoj shumë gjëra, i mësoj aty që themi ne për shembull edhe fotografët dhe gazetarët e kanë për shembull që në qoftë se do të shohësh një gjë ndryshe në një vend që ke kaluar 100 herë, mendoj se kur po kalon për herë të parë dhe do të çuditesh se sa shumë gjëra ke pasur para syve dhe nuk i ke vënë asnjëherë. Kështu që Moza i ka mësuar gjithçka që mundet. I ka treguar energjinë, atë pra ata që paragjykojnë moshën, që mund mos kesh energji, mund mos kesh ëndra, ti mund mos dish të këndosh, ti mund mos dish të kërcesh, ti mund mos dish AC/DC, na mos ta kërcesh ashtu thundrin me aq pasion. Jo, Moza është një njeri i lirë që ka gjitha pasionet si artiste, si poete dhe që i shpalos të gjitha pas edhe një lloj problemi. I mësoj pikërisht këtë lirshmërinë dhe çdo gjë tjetër që prandaj mendoj që është magneti që ka tërhequr publikun, pa lënë më njanë gjithashtu edhe pjesën e kontrastit që ne e folëm, që e bën goxha dhe më të fuqishme në çdo gjë. Thyem praktikisht mitin e pëlqyeshmërisë. Ajo thot nuk kam para, nuk e ndjek modën, vishem me këto veshje që vishem, ritmin e bëj vetë kur kërcen, kujdesem për një person i cili është i smur dhe duket sikur e përmbysi gjithçka për sa i përket mitit të njeriu të pëlqyeshëm, i cili duhet të ndjek modën, duhet të jetë perfekt, duhet të ketë të gjitha gjërat në vijë dhe mbar. Po vazhdoj aty ku e lashëm. Pikërisht, prandaj orientova aty bisedën për ta përfunduar mendimin. Unë vazhdoj të besoj që një problem i madh që ne kemi me showbizin ose me botën e suksesit është që është e gjitha shumë e stisur. Është e gjitha shumë fasad. Dhe është një fasad që ne po e përjetojmë dhe në nivele të vogla. Për shembull, ti futesh në një lokal dhe sheh njerëz që janë shumë të mërzitur. Ngrenë celularin, qeshin vetëm sa për të bërë një selfie dhe bëjnë sikur po gëzojnë. Fiket celulari, postot e gjëja kthehen te mërzia atyre, një tavolinë e mërzitshme ku askush s'flet. Pra, të gjithë këta krijojnë një moment shtirjeje të përbashkët, 4 vajza në tavolinë ose çuna. Krijojnë një shtirje të përbashkët, ata që shohin e besojnë këtë shtirje dhe kur vjen radha bën një shtirje të ngjashme, pra është një zinxhir shtirjesh të vazhdueshme ku gjithë shtiren sikur janë diku, sikur kanë para, sikur vishen vërtet shumë shtrenjtë me rroba që ku diuni i blen rroba ka 5000 euro që i blen me 300 euro diku të falsifikuara, pra është nevojë për të shtirur dhe nuk e kanë vetëm për të përcaktuar vetë në shkallën e suksesit në Shqipëri, që është sa leke, ça veshësh ke dhe ku je. Pra, janë këta njerëz që futen në një vend të shtrenjtë sa për të bërë atë selfin dhe dalin dhe i përzën që andej. Pra njerëz që nuk e kanë thelbësore të vetën të trashëguar pasurinë, se ata që kanë pasurinë të trashëguar dhe të vetën nuk kanë nevojë ta tregojnë, as me logot e mëdha me ku diun. Pra këto janë simptomat të një shoqërie të varfër jo vetëm në para, por në identitet, në shkollim. Se the çfarë mëson që pyetja çfarë mësoj publikut, do thot, po pse mo pritet të vi Moza, që të marrim disa jeni nga 30 vjeç, 40 vjeç sa mund të jeni dhe pritet të vi dikush në një reality show, t'ju mësoj gjëra. Por ajo po e bën. Jo, po e bën, po është, shiko, Moza është shumë mirë. Moza ka qenë kështu edhe kur dilte te Arjan Çani para 15 vitesh, ku di unë, më kujtohet pati një periudhë tjetër të ngjashme. Por nuk ishte rrjetet sociale në këtë formë që janë tani, pra nuk ishte mundësi të bëj virale në atë kohë. Shpërndarje edhe impakti. Por kur doli te Çani atë ishte pak a shumë e njëjta gjë me një personazh që është në kushte Shqipërisë i jashtëzakonshëm. Kështu që çështja është problemi nuk është e Moza është shumë mirë, është vetja vetë unë e njoh se më ka lidhur puna shpesh. Por këtë do të flasim në pjesën e dytë. Na duhet të kalojmë një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish në bisedë, do të na bashkohet edhe një këngëtar i njohur online.